Brëm pas mesnate në orën 1:30 në bulevardin Iliria në Tetov, punonjësit policor të stacionit policor për sigurinë në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin JS 47 vjeçar nga Tetova. Më para ai me automjetin e tij të pasagjerëve Ford me targa të Tetovës kishte marrë pjesë në një aksident trafiku me një automjet Audi me targa kombëtare kroate, në të cilën është shkaktuar vetëm dëm material. Gjatë ndërmarrjes së masave në lidhje me aksidentin, punonjësit policor kanë konstatuar se JS ishte në ndikim të alkoholit, përkohësisht janë matur 3.94 promil alkohol në gjak. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij do të bëhet parashtresë përkatëse, sipas nenit 297A të kodit penal. Drejtimi pa kujdesshëm i automjetit. Dje në orën 13:10 në Tetov në rrugën Prespa, punonjësit policor të SPB Tetov, në përputhje me urdhërin e gjykatës, janë kryer bastisje në një berber rojtore, të cilën e përdorte personi BL 21 vjeçar nga Tetova, i cili gjatë bastisjes nuk ishte i pranishëm. Bastisja është kryer në prani të HA 23 vjeçar nga Tetova, i cili është djali pronarit të shtëpisë, me çrast janë gjetur dhe sekuestruar marijuan e vendosur në disa pako, 2 miqese të zbrasta, peshore digjitale dhe një pistolet Zoraki e kalibrit 9 mm me një karikator të zbrazët në pistolet. Pas bardhjes dhe dokumentimit të plotë të rastit kundër BL, do të bëhet parashtresë përkatëse. Mbrëm në orën 23:20 në rrugën Beliqica në Tetov, punonjësit policor të SPB Tetov kanë privuar nga liria personin NM, 20 vjeçar nga fshati Pirok, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm se rreth orës 22:40 pas një zënke verbale i ka shkaktuar lëndime me një mjet të mpret personit AK 20 vjeçar nga Tetova, i cili menjëherë është dërguar në spitalin klinik të Tetovës për ndihmë mjekësore. NM është ndaluar në stacionin policor dhe tek ai është gjetur mjeti mpret. Pas dokumentimit të rastit kundër tij, do të vijojë parashtresë përkatëse. Mbrëm në orën 23:20 në SPB Tetov, KA 27 vjeçar nga fshati Gradec i Gostivarit ka denoncuar se rreth orës 22:30 në rrugën 168 në Tetov, personi MA e ka kërcënuar atë dhe një shok të tij, ndërsa një person tjetër ka filmuar me telefon celular, po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm në ora 21 në SPB Tetov, AH 31 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se rreth orës 18:30 në rrugën Video Smilevski Bato në Tetov është sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa në zbardhjen e rastit. Mbrëm 55 minuta pas mesnate në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar, punonjës policor të DPB Gostivar kanë privuar nga liria personin JS 51 vjeçar nga Tetova, duke vepruar sipas një denoncimi të mëhershëm se ka sulmuar fizikisht një grua me iniciale LM nga Gostivari dhe është sjellë në mënyrë agresive ndaj punonjësve policor, që po ndërmerrnin veprime zyrtare. Ajo është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tij, do të vijojë parashtresë përkatëse.